Miq të dashur, zakonisht unë nuk ju përgjigjem pyetjeve që i parashtrojnë në mediat sociale përmes videove, për shkak se do ishin video të shumta dhe videot tona kanë karakter të caktuar me tematik të caktuar, por sot jam i detyruar të përgjigjem një pyetjes. Hoxhë i dashur, jam tepër i dashuruar në një vajzë e cila nuk më do. Dhe jam i gatshëm të investoj gjithçka, nga pasuria ime, nga kontaktet e mia, nga njerëzit e mi, vetëm e vetëm që ajo vajza të më dot. Çka është përgjigja? Unë nuk e kisha preferuar në këtë rast për shkak se në qoftë se nuk je në zemrën e asaj vajzës, pa marrë parasysh se çka do të investosh, nuk do të bëhet. Por mos u zhgënjy fare, për shkak se ashtu i ka fal njerëzit Zoti, me karakteret ndryshme, personalitetet ndryshme. Ka një njeri edhe më i madh se ti dhe unë i cili ka dashur që të investoj gjithçka, por nuk ka funksionuar. Ajo është Imam Aliu radiallahu anhu, që shkoi te një grua dhe dëshiroi ta martoj dhe ishte mjaft e bukur. Dhe i tha, unë jam Imam Aliu, jam djali i xhaxhait të pejgamberit ton, jam njeri i shpatave, jam i fuqishëm, jam tepër i njohur dhe i ditur dhe po ashtu i shkathët dhe shumë cilësi të tepërta, por ajo zonja i tha nuk të dua. Kujtohu edhe një herë, nuk të dua. Atëherë ju përgjigj Imam Aliu duke i thënë, Zoti ta dhash ty një burr më të mirë se unë, e mua një grua më të mirë se ti. Dhe ashtu ndodhi. Imam Aliut, Allahu ja dha vajzën e pejgamberit Allahut, pra burri i Hazreti Fatimes, mbretreshës së xhennetit. Edhe juve në këtë rast thuani, Zoti ju dha hajrin juve, po edhe neve, dhe na kompenzoft me më të mira. Një ditë të mbarë.